Debat mes Gjestit dhe Eglit. Brenda shtëpisë së Big Brother VIP është zhvilluar një debat mes Eglit dhe Gjestit, edhe pse dyshja ka qëndruar në distancë disi që pas rikthimit të saj në lojë. Gjesti: "Tani po duhet me u sjell siç keni qejf ju." Egli: "Ai veç ai sipër, se unë nuk kam fuqi të bëj asgjë." Gjesti: "Si po doni që të sillem unë pra?" Egli: "Unë jam njeri i pafuqishëm." Gjesti: "Aman, sa po mundohesh të kapesh." Egli: "Të lutem vlla." Egli: "Vallai s'jam duke të fol fare, sa kam hyrë në këtë shtëpi." Gjesti: "Që kur ke hyrë, je duke më gjuajtur me fjalë." Egli: "Veç ti je duke më gjuajtur fjalë." Gjesti: "Fjalë indirekte, mos u bi rrence, sa erdha." Egli: "Aman, vazhdo lojën që s'të lija të bëje, veç mos më përmend dhe je në rregull." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.